Tash të lutem mos na kthej shumë mbledhjen, ne duam ministrin e drejtësisë për këtë. Por tani ndryshojnë sistem, këtu merren kompetenca. Ky është ndryshim i madh burrë tani ikën dhe shërbimi provës, ikën gjithaj me shoku ministër. Tani bën OPG, parkimin dysh, ta fusi ta hajtoj edhe parkimin dysh. Po le tash çfarë është kjo zvika ministri për këtë? Tani kuptoti që ai ka kthy OPG dhe ka kthyer në organ inkuizitor ato tani? Po vjen keq burrë, çu do ta bëj pa ministrin e drejtësisë në këtë sot? Nuk shkon. Logjikisht për zotin. Zoti Koreshi. Të lutem, shiko, ti ke qenë përfaqësimit politik, pa lutem. Të lutem një sekondë. Zëvendës ministri. Ta mbaroj vetëm një sekondë. Pa, siç ishte e mirëtu sepse minimalisht tek kjo nuk është ndryshim për strukturën si ajo. Pavarësisht jemi si përgjithësi në komision ligjesh. Flasim për ministrin e drejtësisë që këto bestafkullan na shet mend se i di më mirë lihet se ne. Shumë mirë te kjo. Të lutem, a ka mundësi të vi ministri për këtë? Shumë janë ndryshime shumë do me thënë se këto signifikative, nuk janë ndryshime koti. Tani të lutem, ai po ka marrë kompetenca edhe të prokurorisë këtu me këtë ndryshime që po bën. Të lutem tash, tani nuk është normale kjo që po vjen ky ligj dhe ai thotë di kodifikime. Ç'po kemi ne me të valla? Ore kush organi politik këtu, të vi këtu ai ministri. Tani tek kjo pjesë ne s'mundem shtym për Spiropalin tek kjo pjesë, ndryshojmë ligjin, ndryshojmë kompetenca. I heqim kompetencat një organit pavarur si edhe ja kalojmë ministrit drejtësisë, që do vanë drejtës drejt në ministër, kjo nuk shkon. Unë do të vi ministri, nuk e di çka mendimi kanë kolegët, por për procedurë unë jam dakord që për këtë kjo nuk është gjë koti. Lutem. Po edhe zoti Bylykbashi e ka kërkuar fjalën. Procedurë në mbështetje të kolegut Koreshi, pra këtu nuk jemi përpara ndryshimesh të ligjit ekzistues dhe vjen zëvendës ministri që mund ta marrë atë autorizim nga ministri të vi këtu ta zëvendësoj. Këtu po e tha zoti Koreshi, këtu po rikonceptohet tërë sistemi, po ndryshon. Ju keni qenë vetë ministri i drejtësie. Dhe nuk po flasim më për diçka që po hajde po shkrim një organ, po krijojmë një tjetër. Po japim, po e thellojmë shumë, po ndryshojmë edhe mënyrën e funksionimit të gjithë institucionit, po mbi të gjitha po japim fuqi të cilët përpara nuk kanë qenë. Një ligj kaq i rëndësishëm të nxjerr, pra kjo është reformë praktikisht në atë sektor. Duhet të jetë ministri këtu. Ministri e drejtësisë nuk është në një ligj që është tërësisht e ri për atë që mbulonte deri më sot ligji i 2015-s, të njëjtën gjë duhet ndjeket në këtë rast. Pra nuk është se kemi në një nxitim i cili na ndryshon, sot janë institucionet përkatëse. Ama që kemi ministrin këtu që na paraqesi ai kush është arsyeja pse po shkohet drejt këtij ndryshimi drastik me probleme eventualisht nesër, ky është një minimum që ne kërkojmë. Faleminderit. Po zoti Koreshi. Ministri dhe që të flasim dhe pse nuk ka nxitim. Nuk ka nxitim se këtu në këtë ligj nuk ka asgjë që në lidh me kapitullet e hyrjes në Europë. Fare, zero. Dhe unë nuk kam parë në ligj tjetër ndërkombëtar që këtë lloj ndërhyrje që keni bërë. Kjo nuk ka fare me asnjë lloj kapitull, as i nën saj, as relacion, as i gjë, nuk thotë që ky është për efekt hyrjes në Europë. Tani pse do të nxitojmë ne kryetar kur kjo s'ta fut në Europë? Nuk është bilet për Europë kjo. Tani edhe nuk ka më fare asnjë lloj praktike ndërkombëtare, praktik njësur me këtë, nuk ka. Ore ky po heton, po heton ka kaluar OPG, ore Ministria e Brendshmit i shkrimit i bën dysh pak. Po ta konceptojmë qeverinë. Të lutem. Prandaj duhet vi ministri të na shpjegoj se ai është njësi më i lidhur ne me unjoran. Po zoti Ndoja. Zoti kryetar, këtu ka faktikisht vetëm një mundësi që të kalohet kërkesa e kolegëve të mi. Nëse projekt ligji është bërë në kohën kur ju keni qenë ministri i drejtësisë, unë me shumë kënaqësi do kisha dëshirë që ti na bëje prezantimin që gjysmën e pyetjet t'ia bëni përfaqësuese dhe gjysmën juve, sepse ky ligj realisht prek shumë kompetenca. Ka edhe kompetenca në aspektin e ligjit për shërbimin informativ, ka edhe ligjin për shërbimin e mbikëqyrjes policore po ta përfshish. Aty ka edhe kodin e procedurës penale dhe ligjin për organizimin e funksionimit të policisë gjyqësore, pra është një organ me fuqi të jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur. Ka edhe ligjin për inspektimin.
Nuk është asnjë organ tjetër sot në Shqipëri që i ka gjitha këto kompetenca të inkorporuara dhe të rregulluara saktësisht. Si fush. Pastaj nën për nën është diçka tjetër, gjithë mund të japin kontribut. Kështu që do doja që pjesën e relatorit të ministrit ta bëje ti se jam i sigurt që ministri i ri nuk është ndjenjë për këtë gjë, dhe nuk është i aftë ta mbrojë. Kam përshtypjen unë. Zoti ndoja të lutem. Unë e mora edhe sugjerimin e kolegut Koreshi edhe të zotit Bylykbashi edhe tuajin. Sigurisht po ta shifni projekt ligjin, thot është propozuar nga unë kohën kur kam qenë ministër drejtësie. Unë sigurisht kam besim absolut në kompetencën e zonjës Hoxha si zëvendës ministre, sot si përfaqësuese e qeverisë, për të bërë një prezantim të këtij projekt ligji, edhe kur them me bindje e them sepse zonja Hoxha ka qenë pjesë e grupit të punës kur është diskutuar gjërësisht ky projekt ligj. Natyrisht sot fal edhe përvojës gjatë që kanë atë ministri, eksperiencës gjatë që kanë atë ministri, mua më vjen mirë që është vlerësuar për të qenë zëvendës ministre e drejtësisë që në vlerësimin tim, niveli përfaqësimit politik është i duhuri, ministri i drejtësisë ose zëvendës ministri i drejtësisë. Zonja Hoxha në mungesë të ministrit merr pjesë në mbledhjet e Këshillit të Ministrave, një lloj siç është ministri. Thon kjo, unë bie plotësisht dakord me ju që ky është një ligj i rëndësishëm. Është një ligj i rëndësishëm, pse jo, jemi nga të paktët vende që e kemi patur në nivelin e një drejtorie të përgjithshme të shërbimit kontrollit brendshëm në burgje në varësitë ministrit të drejtësisë, sepse ka shumë modele që këto e kanë departament pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Ne kemi zgjedhur këtë model, tradita jonë kjo është, dhe unë në kohën kur kam qenë ministër, për t'i dhënë rëndësinë këtij shërbimi shumë të rëndësishëm dhe jetik për monitorimin, mbikëqyrjen e sistemit të burgjeve në Shqipëri, në bashkëpunim edhe me ekspertët që na kanë asistuar në draftimin e këtij projekt ligji, vendosëm që kjo të ngrihet në nivelin e një agjencie, një lloj siç është agjencia e mbikëqyrjes policore në Policinë e Shtetit apo agjencia e inteligjencës dhe e mbikëqyrjes në ministrinë në forcat e armatosura. Pra që të kemi një standard për të gjitha agjencitë e kësaj natyre. Natyrisht ka ngrënë shumë diskutime në kohën e draftimit të ligji, sepse të gjitha këto shqetësime që të paktën i ngriti zoti Koreshi, sepse është një ligj që e zgjeron fushën e përgjegjësisë së agjencie, kemi padur diskutime të gjata dhe me prokurorin e përgjithshëm. Pa diskutim. Dhe varianti që ka ardhur sot në tryezën e komisionit është një variant i dakordsuar pas shumë e shumë diskutimeve edhe për nenet caktuara të këtij projekt ligji. Që të mos kishim mbivendosje të kompetencave me strukturat e hetimit. Dhe objekti punës sipas këtij ligji fokusohet vetëm brenda territorit të institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale. Ka qenë një diskutim që ndoshta kur të vim tek nenet caktuar të këtij projekt ligji shtrihesh te kompetenca e hetimit edhe për personat e lidhur me të dënuarit kur kryen vepra penale brenda institucioneve të vuajtjes dënimit, por ka gjetur zgjidhje në këtë tekst të projekt ligjit që kompetenca e kësaj strukture do shtrihet vetëm mbi territorin e institucionit 1 dhe e dyta nën dirigjimin e prokurorit, gjithçka udhëhiqet nga prokurori që merr përsipër hetimin në të gjitha rastet ku referohet qoftë nga struktura e agjencisë, qoftë edhe nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Rregullat klasike të hetimit dihet i normon kodi i procedurës penale dhe zot aty është prokurori. Gjithsesi, për të mos u zgjatur sepse do kemi mundësinë të diskutojmë në shqyrtimin dhe miratimin nën për nën këtij projekt ligji, unë mendoj që
t'ja kalojmë zonjës Hoxha fjalën zëvendës ministrës drejtësisë, ta prezantoj projekt ligjin, ta ezaurojmë fazën e pyetjeve dhe diskutimeve, dhe pse jo, nëse do kemi nevojë për sqarime shtesë që lidhen drejt për drejti me ministrin, ne mund mos e votojmë në parim sot ligjin dhe të vi ministri, por jo ta pengojmë këtë diskutim. Para një nuk po pengojmë asgjë, se nuk po shikojmë, po bëjmë një debat konstruktiv ligjor sipas këndvështrimit tonë. E para ka një pa vërtetat ajo që theti, kjo nuk shtrihet vetëm penitenciarëve, pra brenda, sepse shërbimi i provës nuk ushtrohet brenda burgjeve. Të lutem, shkojnë personat dënur, por jo brenda burgjit. Ka është agjensi vetë, dyta. Një agjensi me super fuqi që varet nga ministri dhe nga kryeministri në këtë rast. Të shtit, kemi parë që agjensit propozohen nga ministri, vendosen nga kryeministri. Ky vendos gjithë tu ministri i drejtësisë. Nuk shkon, edhe kjo tjetër nuk shkon të fuqia e kompetencave. Nuk mundet ministri i drejtësisë të marrë gjithë të kompetencë. Këto dy agjensi, ky nuk duhet të jetë fare lidhur me ministrin e drejtësisë, ky. Në qoftë se do të bëni këtë drejtori, do të jepni kaq zgjerim, ta bëni kaq inovative, ky do të varet nga kryeministri, jo nga ministri i drejtësisë. S'ka logjik. Si që ka një fuqi, një agjensi kaq e madhe sa marr ka kompetenca prokurorie, sa marr ka kompetenca gjyqësore, sepse varet në sistemi gjyqësor heqja e shërbimit provës. Tash ne do ta marrim gjithaj marr ka ministri i drejtësisë. S'ka logjik. Nuk shkon. Kjo agjensi, super agjensi të marrë ministri i drejtësisë. Prandaj donin e ministrin e drejtësisë. E dije i zoti punës që po martohet apo jo? Ta pyesim. Mbase se doje se ka barë, si ta dëgjojmë edhe një ministri, prandaj ishte e nevojshme shumë për ministrin kjo. Tani mos na thoni kështu tani brenda burgut. S'është e vërtetë që është brenda burgut. S'ka pas kur drejtoria e kontrollit buj vetëm policë bran. Ç'a ndodhte? Bën raport shërbime, hyn të OPG-ja. Sot do inspektojnë këta, do hetojnë këta. Do hetojnë, inkuizitor do bën këta. Kto ka marrë rolin e OPG-s. A ka konflikt me Ministrinë e Brendshme? Ti na the prokurorin. Po me Ministrinë e Brendshme. Po me kodin e procedurës penale. A ka konfliktu? Po, ka konflikt. Si do të ndryshojmë? Do ndryshojmë kodin e procedurës penale? Këto janë problematikat. Ora u të vi ministri këtu do bëjmë një ligj sinqert për fshimit gjithë. Qofse ju keni ndarë mendje ta bëni sot, okay, por mos e thoni pengojmë. Jo, nuk është pengim kjo. Siç do vijë lista, të vijë ministri të bëjmë debat. Sepse nuk është një ligj kod më por ky ndryshon bën strukturë tjetër. Por nuk është normale kjo. Se po sistemi penitenciar joni ka miliona problematike që ministri di dhe ne të gjithë i dim, që i din të gjithë këto. Po atëherë hajtë organizojmë të çka mënyrë po atëherë ju thoni që do bëjmë nisë se duam ne. Doni ju dakord, po prandaj është ministri, se s'po kërkojmë qiqra ne. Po kërkojmë ministri i drejtësisë për një ligj që jep kompetencat këtu në të zakonshme. Kaq. Po faleminderit zoti Koreshi, zoti Komici e ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryetar. Tani unë, më thënë drejtën, diskutimin nuk arrit ta kuptoj në kontekstin e asaj çfarë duhet bëjmë dhe çfarë na pret apo çfarë duhet diskutojmë. Absolutisht e mirë do ishte që të vinte ministri, por nuk e kuptoj çfarë ka më pak zonja zonës ministre, qoftë në kontekstin politik, qoftë ja ta marrë asaj më lutem. Qoftë në aspektin politik apo edhe në aspektin teknik, aq më tepër marr shkas edhe nga fjala e kryetarit që e nderuara zonja zonës ministre ka qenë edhe pjesë mjaft aktive e grupit punës që është marrë me hartimin e këtij projekt ligji. Tani për fatin ton të mirë, edhe propozuesin direkt të kësaj nisme ligjore ne tashme e kemi në krye tavolinës, i cili mund ta marrë fjalën edhe sa herë doj, qoftë në kontekstin e pyetjeve të përgjigje, qoftë në një përmbledhje paraprake apo edhe një përmbledhje përfundimtare për ta qartësuar, për ta ndihmuar dhe për të vënë volën kësaj procedure. Kështu që unë mendoj që është e mirë që të vazhdojmë, mos humim dhe kohë.
jam i bindur që po të njëjtat pyetje që do i bëni ministrit, po ato pyetje do ja bëjmë dhe zonës ministres, e cila je përgjigje se përgjigje është në tagrën e saj. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Komici, që është edhe relatori i projekt ligji, po zoti Koreshi. Zoti Koreshi. Atëherë për të shpjeguar kontekstin, e para njerë ne nuk vënd diskutim në fjalin time as një përvlerësime për zonjë. Absolutisht, s'kam unë asgjë me zonjë. Dhe nuk duhet t'i hyj se çka kam më pak. Thjesht ajo zëvendës ministre ish ministr. Te kjo e kam unë. Nuk duhet të ofend, nuk jetë absolutisht, mund të ketë gradat gjithë ka për punë të mirë, absolutisht nuk thash asnjë fjalë të keqe për jush. Unë du ministrin, me atë bëjmë politikën. E para, e dyta. Dhe në kontekstin e diskutimit tim, unë po ta shpjegoj. Neni 38 i Tobes Tafkulla, rregullore Kuvend Republikës së Shqipërisë. E thot pika e 3, paragrafi fundit, diskutimet në parim, thot, se s'para lexoj ta bëj që me gishtun këtu, diskutimet në parim bën gjithmonë pranit përfaqësuesit Këshillit Ministrave. Kur Këshill Ministrave, ministri i ri. Ore. Ka deleg më tregon çik për ku. Zoti Koreshi, ju po më thoni kërkoj autorizimin? Ore ti tani unë të A ka autorizim nga ministri? Tani o Ulsi, edhe njëherë ta thash edhe në seancë plenare, po të them dhe sot. Të lutem, o Ulsi, është parim kjo, po të them edhe ta thash në seancë plenare. Unë e di që hapet e famun filli pika 3, paragrafi fundit, po e kena ana tjetër, atë keqen Ulsi. Hapet çik të ish larg. Në pranim përfaqësuesi të Këshillit Ministrave. Përfaqësuesi i Këshillit Ministrave? Marrim emrin e kabinetit të Këshillit Ministrave, është zonja? Jo. Kaq. Ora ministri nuk kishte autorizuar të drejtojë në agjencisë. Ore, ministri mund të shkalloj fare, po të shpet fjale, mund të thotë që jam ministrë përgjësie kur vjen këtu. Tani, zëvendës ministri, tani, unë e kuptoj kompleksiteti që thush ti jam mund, nuk vjen do të ai se jam mund këtu. Po tani. Po jo, ma nuk është kjo arsye. Po jo, se ta thashë ti, do unë do vite keq, kishte ndrruar një me freksion pjekur. Nëse nuk do ishte praktik komisioni që këtu ne kemi kaluar projekt ligje edhe duke i prezantuar zëvendës ministra, dakord do isha me ju. Fal lutem. Tani, nëse kjo do ishte shkelje standardi që kemi vendos, dakord, po ne kemi kaluar projekt ligje këtu dhe me prezencën edhe të rëndësishme madje, edhe me prezencën të zëvendës ministrave. Mbien keq tani. Tani, nëse ti nuk je përgjegjësi një projekt ligji të tillë, që thua